Oqeanet janë shtëpia e krijesave të panumërta, shumë prej të cilave mbeten një mister për ne. Midis tyre është peshku me rema, një specie rrallë dhe e pakapshme që është interesante për shumë njerëz për pamjen e saj të pazakont dhe lidhjen e saj me ngjarje të pafat që kanë ndodhur më parë. Kohët e fundit, peshkatarët kapën një nga këto krijesa interesante të detit të thellë. 3 peshq të rrallë të quajtur peshq të ditës së Kiametit janë gjetur pranë brigjeve të Australisë dhe Zelandës së Re, që sipas të parëve paralajmërojnë katastrofë. Sipas mediave të huaja, peshqit u zbuluan të dalë në breg brenda një jave. Bëhet me dije se peshku i ditës së gjykimit u zbulua për herë të parë në Tasmani, dhe madhësia e tij ishte rreth 3 metra. Pastaj 2 të tjerë u gjetën në ishullin jugor të Zelandës së Re, por atyre ju pre koka. Sipas shkencëtarëve, është shumë e vështirë të takosh këto specie, pasi zakonisht jetojnë në thellësi. Disa popull besojnë se afrimi i peshqve të tillë në sipërfaqe është një shenjë e kataklizmave të afërta ose fundit të botës. Peshku i ditës së Kiametit u gjet në brigjet e Japonisë para tërmetit të vitit 2011. Më parë një oqeanograf shpjegoi pse peshku i Kiametit konsiderohet një paralajmërues i të lasheve. Në legjendën japoneze, peshku me rema shihet si shenjë një tërmeti të afërt. Besohet se peshku zakonisht thellë në oqean noton në sipërfaqe kur shqetësohet nga dridhjet në ujore. Vendasit shpesh e konsiderojnë shfaqjen e tij një paralajmërim për diçka të madhe dhe katastrofike që do të ndodhë së shpejti.